fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Emision i cili në kuadër të rubrikave të veta përmban edhe veprimtarinë e degëve të lidhjes demokratike të Kosovës nga themelimi i tyre deri në çlirimin e Kosovës. Këtu flitet për aktivitetin e një entiteti, një subjekti politik që bajti barrën e përgjithësi të funksionimit të shtetit me jetën e shqiptarëve këtu dhe që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç dihet, në tërë Kosovën ishin themeluar deri në 31 degë të LDK-s, me të gjitha nëndegë dhe aktivet e tyre, duke i shtu edhe 5 degë të qytetit Prishtinës si dega më e madhe ose qyteti më i madh, dhe në tërësi përbën numrin 36 të degëve të LDK-s në tërë Kosovën. Sot do të flasim për themelimin dhe veprimtarisë dhe të krejt punëve të degës numër 2 në Prishtinë dhe të bashkëbisedojmë me inxhinierin e diplomuar zotin Qemail Ahmetin, i cili nga themelimi i LDK-s u antarësua dhe u aktivizua. Fillimisht si kryetar i nëndegës 9A të degës së dytë LDK-s në Prishtinë, ku shërbeu deri në vitin 1997, kur u zgjodh kryetari i degës së dytë të Prishtinës deri në vitin 2010. Në ndërkohë ishte antar i Këshillit Qendror të Lidhjes Demokratike të Kosovës për 2 mandate. Zoti Qemail Ahmeti, lindur më 27 shkurt 1959 fshatin Prlepnicë të Gjilanit, shkollën fillore e mbaroi në vendlidhje për të vazhduar në shkollën e mesme në Gjilan dhe për të përfunduar studimet për elektronik në Universitetin e Prishtinës në vitin 1983. Pas diplomimit ka punuar si mësimdhënës i lëndëve të elektronikës në shkollën e mesme teknike Gjin Gazulli në Prishtinë dhe pastaj si zëvendës drejtor i kësaj shkolle deri në luftë. Në vitet 2000-2002 ka punuar në Departamentin e Postës dhe Telekomunikacionit. Në vitet 2004-2008 ishte ministër i Transportit dhe Post Telekomunikacionit të Kosovës. Më vonë ka punuar prapë si mësimdhënës dhe këshilltar dhe ligjërues në Kolegjin Tempulli e të tjera, për të pensionuar në vitin 2024 nga pozita e koordinatorit të cilësisë në shkollën e mesme Gjin Gazulli në Prishtinë. Ka shkruar dhe recenzuar disa libra, kryesisht të lëmisë së elektronikës, nga vitin 1987 deri në vitin 1998. Ditë më parë, me mikun tim, Qemail Ahmetin, zhvilluam bashkëbisedimin në studion Fakte. Le ta ndjekim në vazhdim. Shikues nderuar, ndodhemi në studion e emisionit Fakte, 1989. Në saj të erave demokratike në këtë pjesë të Evropës, edhe në Kosovë u lejua pluralizmi partijako-politik si rezultati, domethënë, standardeve, edhe pse ne ndodheshim në një vend dhe të pushtuar. Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka, domethënë, premesat të një lëvizje dhe aktivitete të ndryshme. Në kuadër të saj, në nivel të terrenit, siç thuhej, kanë ekzistuar 36 degë. Më saktë 31 dhe Prishtina e 32-ta, po duke qenë vendi i madh dhe i shtrirë horizontalisht, kanë ekzistuar 5 degë, kështu që gjithë grumbull kanë qenë 36 degë të LDK-s. Dhe kur themi degë dhe infrastrukturën në përgjithësi e terrenit të LDK-s, këtu hyn kryesitë e degëve, këtu hyn mandej 9 degët, hyn aktivet që kanë qenë, dhe krejt këto kanë pas kryesitë veta, kanë pas komisione në kuadër të aktivet në degës, dhe këto komisione kanë përfshi shëndetësinë, kanë përfshi arsimin, kanë përfshi solidaritetin, kanë përfshi sigurinë e tjera. Merreni me mend, ka pas edhe komision dhe këshilla për luftën e huliganizmit. Dhe kush janë huliganët? Huliganët janë qytetarët që kanë qenë pa dëgjueshëm. Dhe në atë takat vet Lidhja Demokratike e Kosovës është marrë edhe me këto çështje. Sot do të bisedojmë për një degë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe është dega numër 2, e ashtu quajtur dega e Muhamet
Pirakut, profesorit, sepse ky ishte udhëheci i parë i kësaj degi. Për të biseduar më tutje rreth aktivitetit, rreth funksionimit, rreth gjallënimit të jetës në kuadër që atij territorit, e kem tash mund të thojmë një farë kryetari legjendar kësaj dege se mas shumti ka qëndruar nga vitin 1997 deri në vitin 2010. Është ky profesor Qemal Ahmeti. Qemal po drejtona se jemi miq, mirë se erdhe në emisionin Fakte. Faleminderit, mirë se gjej. Emni Qemal në rregull, po mbi emni Ahmeti është karakteristikë të shqiptarët, mbi emnat i kanë në emën të emnit dhe kjo ka shpjegimin e vet. Megjithatë, çka lidhet me këtë mbiemën dhe cila është historia e juj? Prej nga jeni kështu pak ma me roj dhe jeni muhaxhera, jeni vendasa, jerlia që i thojnë këtu në Kosovë. Unë jam për Gjilanit, fshatit Parlepnis. Mbiemri rrjedh prej është emën trashëgimtar. Do të thonë, i vjen një 4 breza ose 5 breza më herët, 4 gjysh më thonë. Përndryshe nuk lidhet me fesë. Jemi ndër banorët më të vjetër të fshatit, 2 gjysh jem, e kam mbritur atë fshatin me 4 shtëpi. E një prej 4 shtëpive kemi qenë më të vjetër. Kanë thonë që kemi, kur janë bërë lëvizjet e popullatës, jemi ardhur për anës Suarekës. Ma vonë kanë shku të kushet me atje, thuhet që jemi ardhur për anës Marishevës, për një katunit Marishevës. Në fes çka jeni? Me fes jemi në fes praktikisht Morina edhim. Është interesant, na ndaj nuk i përmbajmë fort fiset edhe kështu që Qemal, kur thuhet fshati Parlepnis, gjithëherë aludohet edhe krijohet një paragjykim i një vendi që ka dhënë dhe ka prodhuar patriotë ndryshëm. Tani kur thuhet patriot, mendoj në kuptimin e përgjithshëm, sepse patriotizmi në përkohën kur po flasim pak a shumë, ka pas atë dimensionin edhe ideologjik. Dhe nuk ka asgjë të keqe sepse Berthama Shtylla ka qenë çështja kombëtare, si tjetër. Dhe këtu vinë, domethënë, janë eksponentë ndryshëm, ty nis prej Hidayet Huseni, është një plak mandej në Albani, Parlepnicës, Hysen Shabani, që e kam njoftë edhe personalisht dhe që shquhet. A ka ndaj shpjegim kjo që Parlepnica ka prodhu patriot dhe njerëz të devotshëm veprimtar, a e ka një shpjegim të vetin? Fshatin ton, kur ndanë në tërsi, janë një 7 lagje, na i thojmë 7 lagje, realisht jemi 7 fise. Deri vonë nuk ka pas as martesa mes veti, këtë mes veti janë qujtë kushëri. Edhe si cila lagje ka pas nga një mulli, sepse kemi pas lumin. Edhe varfnia të na ka qenë ma pak e theksume, sepse kanë pas këtë mulli dhe kemi punu. Kjo pjesa është në historinë e fshatit është një e mirë që krejt historia fshatit nuk njeh për gjakmarrja, avrasjen në Parlepnis. Ka mujt, e vetmja gjatë që ka mujt me fëmija mu nga tru, s'ka pas kur. Dhe kemi pas një trunk të mirë. Është një prej fshatrave të komunës Gjelanit që ka ma shumë intelektual. Jenë profesorat, ndër të partë profesorat janë profesorat, është Avdi Sahiti, profesor i ekonomisë, pastaj vjen profesor i matematikës, ndër të partë. Tana më vonë vjen gjenata Gjavitit e shto. Gjavit Ahmetit, domethënë këshilltari i presidentit Rugova, vllau juaj. Tash vllaut, po. Dhe miku im i madh. Unë dhe Gjaviti kem diferencë 7 vjet, po na kanë mësuar mi thonë emën njëri tjetrit. Unë si kam thonë kur në emën. Ke pas vllau dhe shok e ke pas. Kështu edhe vllau tjetër, Aslani është 7 vjet pas meje. Çfarë thirremi në emën? Për ato patalerin. Po, patjetër. Jo patalerin, po të drejtën me thonë ashtu si kam thonë. Sot nuk do të flasim për Gjavitin do të flasim në një emision të veçantë. Angazhimi personal në kuadër të këtyre erave demokratike që në paralajmërim e bana ka qenë i pamunguar. Megjithatë, ti ke qenë pak i rrafshët e horizontaleve, fort ti shtyme bryla, fort s'ke qenë shumë i ekspozuar. Megjithatë, ka ardhur një kohë kur ti ke ardhur dhe ke pas një karrikë çdo të premte aty në mbledhjet me deg të LDK-s. A mund është pak a shumë kështu, edhe pse ti këtë degë ke marrë, si me thonën, për ta udhëhequr vitin 97, po kjo historia është prej vitit 90, si me thonë, degës numër 2. A mund është historisë pak aktivitetet që kanë qenë, njerëz eventualisht që të kujtohen, veç sa për pak a shumë për publikun me ja u afrue, çështjen e eksponentëve, njerëzve, udhëheqësve,
aktivitetit degës numër 2 dhe çka ka përfshi kështu, cilën pjesë qytetit Prishtinës e ka përfshi? Dega 2 përfshin pjesën e qytetit vjetër, edhe bile kemi emnu qyteti vjetër. Ka qenë ndonë në 7 degë edhe 27 aktive. Zgjedhjet e parë, kuvendi i parë diku në bëhet vitin 92, diku në mars, dhe kryetar i parë është zgjedhur Muhamet Piraku. Në atë kryesi, unë kam qenë si kryetari në ndekës. Në zgjedhjet e para të themelimit të LDK-s për degën e dytë, unë kam qenë kryetari në ndekë. Kemi qenë 7 kryetar në ndekë. Në kuvend kemi zgjedhur, domethënë votimi i është bërë 101 delegat për 101. Dhe numrin më të madh votave atëherë ka marrë profesor Muhameti, kujtohet dikon 43 vota, 43 vota, dhe tash një rendit. Pas një kohe, mendoj, koha e tij ose gjatësia si kryetar zgjati shumë pak. Sa i filloi do elemente që nuk ishin në përputhshmëri me kohën. U dash me dhënë dorëheqje, pa kuvende zgjodhëm Selatin Novosellën, se ishte i dytin rradhitje. Dhe kjo Selatini pastaj kemi mbajtur kuvendin zgjedhor tregut, o zgjedhë edhe një mandat, në zgjedhjet e 97-s, më kanë zgjedhë kryetar, thonë drejtën, pa dëshirën time, ose pa insistencën, po me një lutje shumë të madhe të njerëzve që më kanë respektu, jo për me më privilegju, se s'ka qenë privilegj, por kujtoj që mi kanë vlerësu do qëndrimet mia që për kohën kanë letë mira. Mund të them një prej anëtarëve të kryesis, kur mbashin ato ditë zgjedhje, tha duhet me zgjedhë një njeriu që është i guximshëm. Dhe unë i propozova një intelektual tonin që kishim, sepse në kryesinë e parë të degës 2 kanë qenë 15 profesorët fakultetit, tërësia. Dhe ma thot, në këtë moment vyn njerëz më të guximshëm. Qemal, le të kthehet në fillimit edhe pak edhe kujtesës. Fillim vitin 1992 ke qenë kryetarin në degët, në kuadrë degës 2. Atë kujton eksponent e degëve tjera, ose kryetarët, ose ndaj veprimtar, ose edhe anëtarët e kryesisë degës, veç sa për publik që t'i afrojmë si njerëz, domethënë veç emën. Degës 2 Degës 2 fjalë. Në degën e dytë, në zgjedhjet e para, si anëtarët kryesie, ka qenë profesor ma vonë presidenti, Fatmir Sejdiu, ka qenë Shevqet Sanhashi, Skender Blakaj, Handi Gervala, që është një si për, pastaj Marat Blakaj, profesor i gjuhës shqipe. Kjo ka qenë kryesia kadrë të tjerë, Shaban Shabani. Kjo që është të lëndu pastaj, po du të them, elit, Enver Mehmeti, profesor Enver Mehmeti, ishte kryesia para. Sekretare kishim Ali Latifin, qëse me latu, po ishte sekretar. Dhe ajo fazë ishte faza e pare konstruimit. Me çka kryesisht është marrë dega në përgjithësi nga fillimi? Me njëna fillum, pas pare me sensibilizu që është jenë tonë. Gjithmonë i përqeshim ato që vendoste kryesia qendrore me presidentin Rugova, bëjshim takime të rregullta, edhe mërshim detyrat. Organizimi jetës, edhe nga ishim jetën këtë jashtë institucionale. Faktikisht LDK-ja ishte edhe parti e solidaritetit, edhe parti e ndërtimit të institucioneve. Fillumi ndërtu komisionet për kace, prej komisionit shëndetësisë, të arsimit, jo për vetëm pak marret huliganizmit, të ambientit dhe gjithë shka. Domethënë LDK-ja në atë kohë është marrë me gjithë shka, edhe me jekën e bërlogot. Në kuadër komisionit të arsimit, komisionit gjithmonë kemi zgjedhë njerëzit kompetent. Atër në kujtohet kemi punu edhe në identifikimin e njerëzve që nesër na vijnë për mbrojtje. O dashtet të regjistrojmë gjithë ata njerëz që në ushtri ka ndonjë grad ushtarake, ushtrinë e tërshme. Dhe kemi pas njeriun që ka bartë pastaj në institucionet tonë më të larta. Pra dhe këte kemi bo. Kemi regjistru numrin antarësia ka qenë obligim të kështu. Numrin e sa antar ka dega 2, ku shtrihet, çfarë profesione ka njerëzit tonë, atë janë evidentu gjithmonë. Kemi regjistru edhe puset në atë kohë, sa puse ka, ku janë në rast rreziku, ku duhet me marrë ujin. Kemi bartë
Tash, pastaj me themelimin e Komisionit Solidaritetit jemi marrë edhe me gjendjen solidare. Unë e përmendë një Idris Dakaj, është për jashta, po në atë kohë kishte në moshën 60 të sa, tash i ka diku 90 vjeçar, me bicikletë, të vetën personale me aqun ndihmën dikujt. Domethënë çfarë ishte ajo entuziazmi për me mbajt jetën gjallë në Kosovë. Lidhja demokratike me komisionet veta kryesisht është marrë me atë që ka qenë më akute dhe ka qenë jeta. Bile kur thoj ke, kur u pyetke ndonjëherë presidenti Rugova, thoj ke ne, parti jemi de jure, po në fakt ne po miremi me jetën, ne po jetojmë praktikisht, po mbijetojmë. Dhe mbijetimi e ka nënkuptu, do me thonë që të aktivitet karakterit solidar, shpërndarës, ndihmave, të financave, krejt. Krejt këtu kam pas do implikime financiare. Publikut i intereson, sidomos gjeneratave të reja, në krejt këto implikime financiare, ku është burimi i lekut, ku kanë ardhur, prej nga kanë ardhur mjetet, kush ka financu të marrë parasysh që nuk flitet për një strukturë me një burim të buxhetit të ardhën prej fjala vjen për shtetit, prej tatim paguze, prej aseteve, prej burimeve shtetit e ku ta diun, domethënë, ka kanë ardhur mjetet për mbajtjen e jetës në Kosovë, për arsim, për shëndetësi, për solidaritet, për kulturë. Po, aktiviteti jon, në modelet e kësë në kuadrë saj dhe degës dytë, ka qenë vullnetar. Këtu s'ka pas financa. Njerëzit që pastaj, kur kanë fillu aksionit, sepse jeta gjithmonë rrezikohej, tash po flasim për vitet 90, 92 dhe atëherë ka qenë ky familja ndihmon familjen. Aktivitet që është rritë gjithandej territor Kosovës. Edhe jashtë Kosovës, për jashtë Kosovës ka ndihmë. Po, ndihmon familja ndihmon familjen, pastaj ka qenë njerëzit që kanë pas fatin të na, ka qenë ajo Komisioni Qendror i Solidaritetit, dhe përmes Komisionit Solidaritetit i kemi formu komisionet tona, aty i kemi bërë regjistrimin e njerëzve dhe kemi marrë ndihma të cilat kanë ardhur gjithandej. Bile një pjesë nuk i kemi ditë ka kanë ardhur, në atë kuptimin sepse ka qenë përgjes dikush tjetër dhe këti në nivelin pak më atë. Dhe në këtë kuadër është formu dhe Këshilli për financim, do me thonë që ka qenë një strukturë kogja në kuadër edhe qeverive, edhe lokale e matë tjetër. Kuadër Këshillit financimit, pastaj ne i formum trupat për grumbullimin e mjeteve financiare, për me qatë Këshillit financimit me mbajt. Dhe ky burim ka qenë i brendshëm, njerëz edhe individual, edhe familjar, edhe mërgatës, dhe me thonë, nuk ka pas një kriter kush veç, është evidentu çdo e hyrë për qëllime, dhe me thonë, të jetës. Tash në kuadër të LTK-s degës dytë, e kishim dy inkasant, që ishin të lidhën me Komisionin e Financimit, e Këshillin e Financimit, dhe të cilët në për teren kanë grumbullu mjetet, atëherë ka qenë si pas mundësisë. Kujtohet një deri në 3 marka ka qenë për familje. Po aty nuk ka qenë e kufizume, njerëzit që kanë pas, kanë dhënë më tepër. Edhe nuk kanë qenë të obliguar. Edhe nuk kanë qenë të obliguar, s'ka qenë obligative, asnjëherë s'kanë qenë obligative, ka qenë me vetë dëshirë. Por ka qenë solidaritet plebiscitar. Mirë, po për me realizu që atë solidaritet, na ju kanë inkasantët që i kanë shkuar derë në kuptimin mos me anashkalu dikoni që ka pas mundësi me dhënë, e jo s'ka ardhur me kry një obligim. Qemal, si pjesë e jetës ka qenë edhe çështja e arsimit, që ka funksionuar tani për botkuptimet sodit dhe standarde dhe rinia s'mund me kuptu, do me thonë që këtë gjithë eksponent, si nxënësat, si studentët, si profesorët, si mësues, do me thonë me dhunë kanë qenë përjashtuar nga objektet shkollore. Dhe krejt, do me thonë, ky grumbull i njerëzve është sistemu në për lokale private, në për podrume, në për shtëpia, në për kate përdhese, në për shtëpia dhe të mëdhaja të mirë. Çka mund është me veçu për degën e dytë rreth çështjes së shkollimit, arsimit, qysh ka funksionu, a jeni kënd të kënaqur, ka pas sfida e tjera, sepse megjithatë çaj komision që ka qenë për arsim kuadër të LDK-s e ka bërë barën kryesore, apo jo? Kur fillum arsimin për shtëpi shkolla, dega dytë ka qenë dega më e ngarkuar sa i përket punkteve të private. Unë përmendi shkollën Gjingazulli, për shembull,
që Gazulli ka pas 12 punkte në degën e dytë. Ka që shkolla, i theshim atë kulturologjike. Ku kanë qenë sistemum, ku të vendosën? Em një mirë shkollë, po i thuhet Gjengazulli. Kanë qenë në 12 shtëpia. Shtëpi private. Shtëpi private. Pa kompenzim. Pa kompenzim. Që i kanë dhuru njerëzit për shkolla. Mi fillu mi përmend emrat sot, mu i me anashkalu ndë njim, po veç mu i me thonë kështu. Për shembull në pjesën e Tauk Bashqës, i kemi pas 4 pronarë, në një pronar ka qenë 3 dhoma mësimore, tjetën 2, tjera 1. Këto i kemi shpërndarë dhe nga një mirënjohje në përvjetor në rrugën ku banoj unë, i kemi pas 3 punkte, 3 dhoma mësimore. Kemi pas nga dhoma mësimore kur ai pronari i shtëpisë ala se ka shfrytzuar për vetë. Kemi pas dhoma mësimore me gjitha orientit, me mobile, u desh me vendosur një drasë këto. Ka qenë shumë solidaritet i madh. Kanë punuar në degën e dytë, kanë punuar dhe shkolla tjera. Jo vetëm unë e përmenda rastin se një pak më shumë Gjingazullin, ish Milad Popović, shkolla mesme, po ka punuar dhe gjimnazi filologjik, ka punuar dhe gjimnazi Sami Frashni, kjo 28 nëndori në pjesën mbi Korrudha atje, që po ashtu pjesë e degës dytë, ka pas edhe fakultetet një pjesë. Rreth lamisë shëndetësisë, çka mund me veçu për degën numër 2? Shëndetësi, ka qenë komisioni për solidaritetin. Pastaj u bë këshilli i solidaritetit. Komisioni shëndetësor, kam fjalën. Pastaj u bë këshilli shëndetësor. Që gjatë asaj kohe na kemi hapë edhe ambulantën në kuadër degës dytë, po që ka qenë nivel qendror ambulantën për shëndetësi, që ka qenë në pjesën e dytë. Dhe ajo ka qenë një ambulantë e veçantë. Një ambulantë e veçantë ka qenë në rrugën e Proleterit. Po, Proleterit. Po. Nuk flitet për ambulantën Nëna Terezë, që ka qenë Nëna Terezë ka qenë spital atje në Vranjevë, se ka qenë po flasim për diçka tjetër. Ka qenë një ambulantë në rrugën e Proleterit, tash ka dalë primensh. Dhe aty kanë punuar mjek të ndryshëm. Kanë punuar mjek vullnetar, ka pas edhe mjek të synit, që është marrë me sy përpos mjekve të përgjithshëm. Patëm djerë edhe librezat të sigurimin shëndetësor në kuadër të asaj ambulante. U patë kriju edhe ambulanta, krija librezat me mjek, që duhet antartë, i regjistrojshëm antartë e familjes, që nesër në qëtë bras nevoje, me shku me librezë dhe me evidentu për çfarë mjekimi ke marrë. Për degën numër 2, a mund të flasim diçka për aktivitetet sportive dhe artistike diçka? Kemi mbajt, degën e dytë që shënu Dykoriku është nivel qendror është mbajt në degën e dytë. Edhe ato 2 vite radha si. Dykoriku ekipi futbollit apo jo? Jo, Dykoriku dita e shpalljes deklaratës kushtetuese. Si datë për aktivitete. Si datë për aktivitete. Po ka pas edhe aktivitete tjera. Kemi pas aktivitete edhe përkujtimore të njerëzve tonë, që kanë dhënë për vendin në kuadër të organizimit degës dytë. Kemi pas në atë kohë patëm themeluar, ka qenë edhe një shoqat kulturë artistike, bile patëm në emrin Naser Hajrizi, ka pas u dhejt Sabit Gashi. Edhe ajo është marrë, pasaj aty kanë marrë pjesë njerëzit aktiv. Përmende pak më herët disa komisione për siguri, disa evidentime, disa zbërthena pak ma detajisht kjo. Keni pas një njeri ose një koordinator që ka koordinu me qendër diçka, keni kujdestaru, është, domethënë, në aspektin e sigurisë, çka mund të thush? Kjo ka shumë etapa dhe. Tash ne që në start, kur fillum këtë punën në shtëpi shkolla, kishim edhe pengesa. Për pos pjesës tjetër, sepse pushteti gjente njerëz për me pengu mësimin. Atëherë ishte nevoja, u lind nevoja që të formohet komisioni për kundër huliganizmit. Edhe në degën e dytë ka vepru, koordinatore kemi pas Recep Maqedoncin, në degën e dytë, në fillim. Se pasaj ma vonë Recepi ka qenë në zëvendës kryetari degës dytë, kur jam zgjedhur kryetar, por një kohë ka qenë. Pastaj përmes atij komisioni ka qenë një mbikëqyrje e terrenit, evidentimi në lëvizjeve, përpos komisione tjera, kush po hyn, kush po ek, do thonë në kuptimin e sigurisë së përgjithshme në degë. Në përgjithësi, si një komision mjaft aktiv dhe që ka kryer punën e vet, shquhet komisioni për informim. Fillimisht kuadër të LDK-s kanë qenë, mandej me rithemelimin ose forcimin e qendrës për informim të Kosovës ka pas edhe veprimtarë të ndryshëm, kuadër edhe të Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive, dhe këta kanë koekzistuar bashkë dhe kryesisht kanë sjellë informacione. Dhe për këtë mendoj se meriton, domethënë, krejt ky aktivitet dhe ata barcit e tyre një lavdar shumë të madhe.
dikun rreth 5.000 njerëz në krejt Kosovën kanë qenë të angazhuar rreth kësaj. Unë shpesh herë po e them kështu si pak me shaka e them në tokë bashkë që atë një shuplak me ju dhonën për policisë dhe ushtrisë, një njeriu Këshilli i Sigurimit për 2 orë merrte vesh që ka ndodhur kjo, domethënë ka funksionu. Çka mundesh me thonë për sistem të informimit, kuadër degës numër 2. Komisioni edhe ka vepruar komisioni për informim, tash në Prishtinë ka qenë pak më specifik për shkak 5 degëve, nuk ka qenë sigur në komuna tjera që ka raportuar. Na kemi raportuar të 5 degët, po ato që po thu çdo gjë që ndodhte e regjistrojshim, pastaj e përcjellshim në qendrën për informim të Kosovës. Aty kemi pas në fillim ka qenë Murat Binaki, kryetari i komisionit për informimin e degës, një kohë, pastaj po të mbosh Shefkiukën. Shefkiuka ishte 2 herë, se ishte edhe në qendër, por një kohë më gjatë ka pas Murat Binaku. Bashkë me komisionet përkatës. I grumbulleshin ato donat, fatin Prishtinë ka qenë pak më ndryshe. Qemal po flasim për një periudhë ku kanë kaluar mbi 3 dekada. Dhe du ta bëj një pyetje tani, që kryesisht ka të bëjë me solidaritet dhe ndihmë. Sot që po bisedojmë, a ke ndërgjegjën e pastër që në dijenin tonë individ dhe familje në atë kohë në degën numër 2 nuk ka hjek për bukën e gojës? Po. Do me thonën, nuk ka pas rast ku ju s'keni pas zgjidhje. Edhe zgjidhje. Keni gjetë edhe zgjidhje. Fati i solidaritetit përgjithshëm. Kjo është shumë me rëndësi. Gjeneratat e reja. Fati i solidaritetit përgjithshëm kombëtar që o kanë. Do më thonë diaspora, shqiptarët jashtë Kosovës, e kam fjalën Lugina, prej Lugina që mirë po ne nuk kemi pas njeri që ka me pa ndihmu. Ka qenë shtërimi e përgjithshme edhe në degën e dytë. Na kemi strehu, pastaj me fillimin e luftës. Na ishim luftë të në kohën, po me fillimin e hapun të luftës. Përmes komisioneve tona kemi bërë strehimin e një numri të madh të njerëzve të pastrej, të cilat në degën e dytë janë sot e kësaj dite në foldera të regjistruar me emën, mbi emën, sa janë strehu, kur strehu, çka I kemi ofruar, janë të evidentuar. Edhe ruhen kujtohet dikun mbi 13.000. Në atë kohë kemi pas një regjistër mbi 13.000 të strehuar në degën e dytë. Qemal, një nga aktivitetet e degëve, në raport me Kryesinë qendrore të LDK-s dhe presidentin Rugova, ka qenë takimi çdo të premte në ora 11, sepse në 10 kanë qenë konferencat për shtyp, dhe në ora 11 takimi me degë të LDK-s, ku çdo herë kur ka qenë Rugova në Kosovë dhe ai ka hyrë në një pjesë të takimit ka qenë prezent. Në këto mbledhje për të cilat ekzistojnë edhe filmime dhe pamje ku shihen veprimtarët, ju kryesisht keni ndëgjuar, është diskutuar, keni marrë dhëna, çka është folë në ato mbledhje në fakt, çka shkruajshit ju shpejtojshit me marrë do farë shënime, do farë bllokje, do farë. Gjithmonë ato takime, siç e vesh ndjeni, pika parë ka qenë aktualiteti politik që kryetarin në pika shumë të qarta e shtjellonte ku po gjendet Kosova në këtë moment dhe cilat veprime duhet me. Çat pjesë na u dashkë patjetër me përcjell me mbajt jetën të popullit, e pas merit këtë optimizmin sepse në një kohë të okupimit kishte mundësi që njerëzit me hupe dhe atë optimizëm. Por kur I përcjellshim ne që në takimin me kryetarin e Kosovës, u tha gjendja është kështu, bota po e njeh situatën e tjera, këto I përcjellshim. Normal, çka na brenda degën e dytë e përcjellshim edhe na andej. Do një problem që kishim eventual dhe çato I mashim evidencë. Po tash me konkretizu po tham këtë probleme kishim. Po thon drejtën falë solidaritetit, problemet në degën e dytë kemi pas më të vogla në kuptimin individual, se kemi pas mungesën e njerëzve me nevojë, kemi rregulluar me kohë. Kemi pas një harmoni shumë të madhe në kuadër të strukturës, në do kryesia degës në degë aktiv. Nuk ka pas kur asnjë plasarritje. Dhe ato jemi mundu me mbajtë deri në fund. Plasarritje sepse interesi I njerëzve ishte për me mbajt jetën. Në atë kohë nuk ishte interes individual për me shkaktu në një të lashe. Ndoshta edhe atë kemi kalu për shkak se gjithmonë njerëzit që kanë punu, që kemi punu bashk, nuk kanë qenë aty për interes vetin, po ishin për interesin e përgjithshëm. Mënyra e diskutimit së bote e tash, mumbje për shtype si kryetar dege se nuk jemi në nivel. Pra të këtë për përfundaj. Ose për fillojnë, po japim thjesht po diskutojmë gjithë, ose dini
Ta kthejmë një atmosferë. Falë që diktatori pa unë të Jo kisha lut ta përbyllim të është porosi nëse keni një tro respekt edhe kërkesë dhe imja të ecim kemi punë shumë më të madh hynë në një fazë shumë tram edhe mendoj pavarësisht se dikush mund të mendoj ashtu apo kështu se Lidhja Demokratike e Kosovës ka fuqi shumë të madhe dhe këtë sfidë edhe të zgjedhjeve të reja, edhe të gjithë tjetër që është në detyrat që i parashtrohen të kryejmë me sukses. Qemal, me gjithatë në këtë ambient, du me pranu ka pas një par pluraliteti, sa do që ka qenë nështë edhe simbolik, ka pas edhe parti tjera edhe, a mban mend nëj aktivitet nëj bashkëpunim, kanë ekzistu këto këshillet koordinuese, kuadër degës, qytetit e ku ta dim, po çka mundesh me tonë të bashkëpunimit edhe me institucione tjera, jo me këshill sindikat pavarur, edhe eventualisht në institucion tjetër. Si 5 degë të Prishtinës pa të informu kolegjiumi i degëve të Prishtinës. Po njëkohësisht ka qenë edhe bashkësia këtë partive politike. Këshilli koordinuesi partive politike në kuadër të Prishtinës, ku kanë qenë edhe 5 degë të tona. Jo 5 degë, po shkonte kryetari i kolegjiumit të degëve të Prishtinës. Kush kanë qenë parti tjera ose? Ka qenë partia popolore, Unikombi ishte, partia fshatare, parlamentarja dikonobo, liberalja, kryesisht këto parti. Në fillim ka qenë partia republikane, me Selim Pej, po ajo nuk ka qenë shumë aktive në Prishtinë. Republikania shumë pak ishte duket u zhduktu, nuk ishte përpasus, po qëto ishin partit më të mëdhaja që mbajshim takimet e rregullta. Normalisht presioni ishte në LDK më shumë, për çdo vendim mullet e LDK-ja. Edhe kur bëshim në kuadër Këshilli Koordinues partive politike, kur mendoj me marrë ndonjë veprim, me do një protestë fjala vjen, se na protestat i kishim reagimin ndaj pushtetit. Gjithmonë ishte presioni në LDK-n. Edhe kur dëshim me qitë njerë, do po se jemi këtë bartë, po shkojnë bashkë, i LDK-ja mas i filloj lufta ato 30 ditë që bën protestë në Prishtinë. Këtë barën e ka bajt 5 degë të Prishtinës. Qemal, dal nga dal, në vitin 95, u mbajt konferenca e Daytonit, ku nuk u përfshi Kosova, dhe ishte një situatë në Kosovë, nëse mund të thuhet ashtu, Ibrahim Rugova, Kosova dhe gjithë kundër tij, në një farë mënyrë, kështu mënyrë simbolike, po e them. Sepse me mos përfshirjet Kosovës, u mendue që ne si jemi askund. Bile edhe disa bashkëpunëtorë të afërt Rrugovës, siç thuhet në popull me i prej gjaks qëtëshin. Do me thonë, filloj një farë ftofje dhe zhgënimi. Në ndërkohë filluan disa akcione guerile, sporadike, të disa njerëzve që heru deshin kush, herë su defshin, herë ku ta diun. Dhe në fund akcione ma intenzive dhe fillimin i lufte, shprëngulja popullocisë dhe siç dihet të emërtuar ushtria stilimtare Kosovës, sidomos mas masakrave në Cirez dhe në Likoshan dhe epopes prekazit ku sensibilizue. Në kuadër të kësaj, LDK-ja në vitin 98 ka mbajt edhe kuvendin e tretë, ka qenë një kuvend jo shumë i kantshëm, ka pas përqarje, dihet ajo si ka qenë krejt, por edhe janë organizue edhe zgjedhjet e dyta, sepse të parat u mbajtën në vitin 1992. Çka mundesh më na thonë tash për këtë atmosferë të Kosovës ku filloi le të themi tani edhe një farë situate pak me dalën, le të themi pak më me një zot lartë kundër le të themi kësaj politikës të DK-s, paqësore, ku ta diune, por në anën tjetër me fillim të luftës, njerëzit kanë qenë kryesisht përfshim LDK dhe ka pas një komunikim edhe një le të themi bashkëpunim, ndihmë, koordinim, jo ndoshta të mirëfill, po spaku një farë ndihme edhe për njerëzit e luftës. Dega numër 2 ka pas ndaj rol, ka pas ndaj bashkëpunim, ndaj ndihmë, ndaj komunikim me njerëzit e luftës dhe në përgjithësi krejt këtë situatë me këto që i përmenda e të kisha dashur komentin tonë. Ka pas njerëz tonë që kanë qenë të organizuar edhe që kanë marrë pjesë në këto aktivitete, po gjithmonë po dash në mënyrën e heshtur ose në mënyrën sigurisë më të lartë, po ka pas, sepse në për komisionet tona, përpos pranimit të njerëzve në kuptimin e ndihmës, kemi marrë pjesë edhe në shkumbje. Vije fjala na vdiq një gru prej anës Drenicës atje. Dhe erdhën ata familjarët atje dhe të
Tash na i bon gjithë ato që ishte nevojshme për ceremoni, po s'deshe me vorostu dhe u desh me qunë në vendin e vetë. Pastaj na i organizuam edhe një pjesë solidariteti për të pame, me prit pame. Edhe dhe që da thënë ta, edhe ju ta jeni me neva, më thonë në tajtoshi se LDK është kundër këtyre veprimeve. Po ka qenë vështirë. Ma pak kemi qenë do shta të kyqën kështu, unë si personalisht, si kryetar me një kryesi, po i kemi ditë njerëzit cilët janë aktive dhe janë pjesëmarrës, që ka qenë edhe në luftë, janë këtë luftë. Në dy nxënësat mi, po janë vranë, janë shku në luftë. Dhe ata janë? Bërim grejt shefsi, është edhe një kukiq u konë shkollës tjetër. Çka mund të thuhet fjala vjen në përgjithësi për krejt efektin që mund të atribuohet LDK-s për komponentën tani edhe të luftës. Ma konkretisht, jo edhe veç degën numër 2, po si bot kuptim, do më thonë, sepse gjeneratat e reja ata mund të ndjejnë ose të ndëgjojnë për ndonjë dimenzioni çështjen e një farë kundërthani, antagonizmi. Ne jem të detyruar dhe jem të obliguar që këto me ndryqu për publik, sepse LDK nuk mund të cilësohet si një krah që ka kundërshtu luftën, jo. Bile LDK në kry me Ibrahim Rugovën është e para që ka para pa luftën, edhe për luftë është përgatit. Bile doktrina e Rugovës të mbrojt bragu i shtëpis mas shumëti është demonstruar prekas, se nuk ke pas as një plon 20 metra larg shtëpije, që i bje që është mbrojtja e shtëpije, edhe pse në përgjithësi si ngjarje është unike, është platforma liridashtë ku ta diun. Çka mundesh me thonë, shkurt çep rreth një farë kundërthanie që ma tepër ndoshta është ndije ose është paragjyku se sa që ka ekzistue në mes njerëzve që po luftojnë edhe njerëzve le të themi tash të LDK-s që janë marrë me një aktivitet politik civil. Pa LDK as lufta si zhvillu. Kuptimin, sepse gjithë krejt aktivistat e LDK-s ka qenë aty. Une kam rasin që edhe me shok, që në pikpamjes tjetër e ka përmend. LDK që në 92 tonë është pregadit për luftë. Kur kemi fillu mi regjistru kushjon e prortu shtarak që kanë përvojnë në ushtri për me organizu, që atëhera u ditë kush u tek. Pastaj emnimi i qeverisë në ekzil, caktimi i ministrave, ato LDK-ja dhe antarësia ka ditë se kemi përcjellë çdo herë, jo në mënyrë publike. Dhe gjithkush që mendon që LDK-ja, jo gjithkush, po që ta që potencon se mendojnë se LDK-ja ka qenë e heshtur në këtë, realisht LDK-ja ka bërë luftë institucionale, ka bërë organizimi institucional të vijës të Republikës Kosovës. Njerëzit që kanë dash pastaj me shtrembru atë, ka shtrembru. Unë kujtoj që na duhet me thonë pak më shumë kudo që jemi, jo veç këtë studio, sepse edhe përqindjen nëse marrin përqindjen dikon kam lexuar dikon 70% ka qenë pjesëtar të LDK-s. Mund të thotë dikush sepse ka qenë LDK. Organizimi jon ka qenë i tillë, nëse një parti atëherë ka pas 700.000 antar. Është e pamundshme me qenë ndryshe. Nëse në familje të gjithë janë antarë të LDK-s. Unë kur kam regjistru degën e dytë, i kam pas 19.000 antarë të LDK-s. Pastaj i ranë 13.000 antarë, jo përngulja, jo lufta. Qemal, sot Kosova është e pavarur, nësaj të krejt asoj pune, në përgjithësi, si të veprimeve civile, solidaritetit, shkollimit, grupeve të sigurisë, luftës ushtrisë dëmtare të Kosovës. LDK-ja është pasuese dhe por megjithatë LDK-ja sot është një parti e profilizuar, parti që ka bën ndryshimin edhe të gjeneratave sepse është një rrjedhim logjik në përgjithësi. Megjithatë, tregërmshmi edhe nostalgji ka mbet. Sot a flitet për një, le të themi, një farë thojza luftet, gjeneratash në kuadër të LDK-s sot. Sot LDK-ja po më duket se pak përfaqësohet ose thirret në të kaluamën edhe me eksponent caktuar. Domethënë unë nuk po dua me paragjyku asgjë, po dua mendimin tënd rreth kësaj, edhe pse këto janë procese normale, domethënë. Dhe unë mendoj se çështën e kalimit të gjeneratave të vjetra në gjenerata të reja si LDK-ja në Ballkan se ka bëu askush. Sot kryetar është Lumir Abdiziku, një djali i ri mund të themi që ka qenë fëmijë për kohën kur po flasim, por mendoj që e përfaqëson në mënyrë dinjitetshme, domethënë çet komponent, por megjithatë, a mund të thuhet që ka zona që po ekziston një konflikt pak i gjeneratave në kuptimin e gjithë përfshirjes ose edhe të karakterit vetë solemn ose ndonjëherë me njohës ose ku ta diun. Gjithherë gjeneratat e vjetra din ndonjëherë me vajtu më shumë se që duhet. Asaj gjenerate i takojmë edhe unë e ti, por megjithatë unë po hetu një mendim të një njeriu, një veprimtari që ka qenë i devotshëm edhe që çdo herë e ka thonë vërtet. Ta marr një shembull që më ka treguar Ismail Kosumi, Zhytsi. Po.
merr pjesë në një konferencë në Turqi për çështje sportive. Dhe kur pisha ata, gjithë kryetarët e federatave sportive që vishin prej botës, ata ishin 3. Dhe unë isha ndër vardhjetri. Edhe për ta qyshi pse jeni me 3. Tha na kemi këshilltarët e vjetër, e primin kry. 3 jemi në kry. LDK-ja do duhej, LDK-ja nuk është e vjetër, si që dikush interpreton se është plak me antarësi. Po, pa qenë përfshim të këtë gjeneratat, LDK-ja nuk mbahet. Nuk mbahet sepse një pjesë e rinis LDK-s nuk e din historinë. Kujtoj historinë në atë kuptimin, thotë se LDK-ja po fillon tash, se unë jam aty edhe kjo gjë. Dhe rezultati, për mendimin tim, rezultati i LDK-s tash në zgjedhje është rezultat pikërisht i kësaj. Sepse ka nda një pjesë të asaj që mujnë me dhonë, jo me qenë kryetar, se këtë kryetar së ndonë, po me qenë këshilltar, me qenë antar të kryesis, me qenë pjesë, po në një mënyrë është fshi pak një pjesë, edhe ka pak konflikte. Edhe mosdalja 52% është ma tepër mosdalje e paknasis në LDK se sa në grupe tjera. Kjo është mendimi e grupe tjera politike, kam fjallën. Sepse elektorati, ke pa këto grupe tjera politike, në një mënyrë elektoratin e kanë të njëjtë. Rezultatet janë të njëjtë, veç në pobim. Edhe të na është paknasia. Kujtoj. Bile mu nuk ka pëlqyer edhe kur është kriju programi me emrin Rruga e Re. Personalisht mu s'ka pëlqyer. Edhe në zgjedhjet e fundit kam thënë që unë jam në rrugën e vjetër. Rrugën e vjetër ti mundesh me bën një program, po s'ka nevojë me ndroj emrin. Do thonë programi i LDK-s në këto zgjedhje, po me thon Rruga e Re o interpretu si diçka si shkputje e asaj që kemi ndërtu deri sot. Është interpretu. Unë kam një ton kritik pak ndaj LDK-s në kuadër edhe për çështjet të dokumentacionit dhe dokumentaritetit në përgjithësi edhe arkivave. Ju dini se unë kam një arkive dhe kjo nuk është gjë e paditun, si video, audio, si materiale, hard copy dhe këte e kam të rëshigu, sidomos video arkiven se ka qenë investimi imi privat dhe unë e kam e kam digitalizu me investimet mia sot, po javdo publiku ty përfshi dhe këtë emision dhe këto pam e pak si pam dhe që i paraces ko pas kohën krejt. Unë kam shprej gatishmëni për në një farë mënyrë afrim dhe bashkëpunim me LDK-n që këto të atribohen LDK-s. Nuk kam gjetë, do me thonë, një ambient të ngrohtë rreth kësaj. Gjithëherë ka ekzistu një farë një kuptime dhe se ne edhe thojmë, LDK-ja e ka si moto, do me thonë, ti du mu e unë e du ve. A pajtosh dhe a i bashkangjitës kësaj kritike që LDK-ja pak po punon kuadër të dokumentaritetet edhe të kujtesës institucionale të LDK-s, fjala vjen nëse po flasim për 36 deg me qenëve të formume dhe të hartume 36 monografi që sot ende i ki njerë gjallë, disave s'ka ndru jetë. A i bashkangjitës kësaj kritike? Po, unë kam kërku t'ja filloj me ndërtu një monografi për se cilën deg. Nuk ka hecë. Nuk ka hecë. Në atë kuptim nuk ka hecë, se gjithmonë me ndojshin që dy të punë duhet më krymë, kish kalu koha e vullnetarizmit edhe duhet me pare. Unë kam një arkiv edhe personale, po edhe kemi edhe një arkiv degës, derisa u kam qenë unë, po flasë kryetar, që kam mundësi mu bo një monografi shumë e mirë për degën e dytë. Por që mungon nivel qendror, po. Pa dyshim mungon. Edhe nuk e di, ka qenë një monografi shumë e vogël. Jo monografi, po një dokument në kuadër kër e kanë botu statusin, po mdoket, statutin e partisë, diçka ka më shku, po ka qenë shumë përcip. Se gjithë kjo punë që është kryu mi marë monografit e degve. Veç një deg, duke veç dega e 4 mëse ka ndërtu. Ishim në një takima profesor Gjaferi ndërtoj. Kur s'ka ndërtu? Dega Zvicës e ka shumë të mirë. Qemal, rreth kësaj, nuk du të ashtë ta personalizoj, emisioni është me ty, po me gjithat e mësen se po kapëm rreth të kaluarës edhe shtenimet dhe dokumentaritetit. Këtu në sfond ne kemi një grumbull të librave, po kryesisht janë 4 librave, pak të shpërndame, 2 janë edhe në gjuhën angleze. Kam librin Hap me Rrugovën, që flet prej fillimit deri në ditën kur jemi nisë në Ramboje. Është libri Kështjella e Mosmarrveshjes në Ramboje që ka ndodhur deri me 21 mars 1999 dhe është libri Pengu
bombardimet deri në 12 qershor 1999. Këto dy janë përkthyer edhe në gjuhën angleze. Krejt këtë botim të këtyre librave që vetëm shtypi ka kushtuar mbi 50.000 euro, domethënë në përgjithësi të këtyre dhe versionet anglisht, asnjë cent, domethënë financim nuk ka qenë nga askush dhe nuk e akuzoj askon, as nuk adresoj gisht, sepse nuk kam edhe kërkuar. Por nuk kam gjetë edhe ambiente të ngrohta rreth kësaj. Me këtë po du me thonë që jo domosdoshmërisht dore leku ose parja është fjala kryesore për të krijuar. Jo, bën edhe më kriju edhe pa parë dhe si. Sepse në shtyp shkrojnë fjala, vjen dhe këtu që duhet ta mshefi është shtyp shkronja Iliri me pronar Ismet Gashin, një mik timin, një koleg timin që kam punu 10 vite në bankë, më ka thonë Adnan, çka të shkruash ti, te unë i ki pa lek krejt punën. Kur ti të kryen punën, ti qet në treg, ti krijon mjetet edhe mundësit atërë më pagun. Unë sot e kam edhe kompletin e librave të premtet, që nuk e përmenda në fillim, dhe janë 2.000 faqe, dhe ka kushtu 25.000 euro, dhe unë sot asnjë cent se kam pagu ende. Që i bie se jo domosdoshmërisht leku është ai që përcakton me vullnet. Dhe unë deri sot kam pas takime me strukturat LDK-s, kam pas Adnan silli librat në bibliotek, Adnani nuk thuhet me selam me silli librat në bibliotek. Nuk kam nevojën e librat e mia mi ekspozu atje. Unë kam nevojë këto libra me i qua atje njerëz mi marr, mi lexu, por duhet një farë rendi, duhet një farë, dhe për këtu unë jam shumë kritik. Tani me këte nuk duhet të adresoj as po më intereson. Po ajo që më dhenë mu është fjala vjen e librit Pengu. Bile edhe e librit Kështjella mos marrëveshjes, që ka marrë lavdata nga Chris Hill dhe Wolfgang Petrit, si libri maj mirë i shkruar që ka ndodhur në Rambëje, dhe libri ekskluziv, që nuk ka në rruzull toksor kush që mund me bën, dhe ajo është Pengu, koha pengmarrjes presidentit Rugova. Unë deri sot nga asnjë individ, përpos njenit, nuk kam qenë i ftuar dhe i pyetur. Dhe ky njeni ka qenë Sabri Hamiti, një mik dhe një veprimtar dhe një intelektual i madh që më ka pyet Adnan, hajde tregom çka ka ndodhur me juve në kohën e bombardimeve. Asnjë njeri nuk më ka thirrë, më thonë turp qoftë që ke ndajt me Rugovën. Jo, bravo të qoftë, po turp qoftë, edhe për turp nuk më ka thirrë askush. Dhe do me thonë, unë kur e thuti rruga e re, dhe unë e marrë edhe pak në personale, se e zgjata, për unë vizë deshta me tregue që ka do me thonë njerës që punojnë dhe do të punohet. Ti e din që është vendos unis Selia LDK-s, u prej Shiriti, jënëm në përbalë në atë kohë. Ku është? Isha minister, unë ofrova, thash, unë po e bëj projektin. Bajep një den, projektin e keni e gjej, si kisha inxhiniera, gratis. Në atë kohë mundë, tash dora në zemrë, mund ishe me gjetë edhe donatorë, se ishe në pështet. Sot e se ditë së po. Qemal, edhe si individ edhe si familje, një jetë ja ke kushtu e Kosovës edhe Shqiptarisë. Sot, a je i knaqen me atë ku ka arrit Kosova, apo ka dhe ende për të dëshiru? Ka pas mundësi mu zhvillu më shumë. A është këtë çështje pa dijes, apo edhe pjesëve tjera që unë s'po du mi përmend elemente tjera, sepse po du të lidhe me fjalën e kryetarit Rugova. Shtëpia nuk mahet pa miq. Kosova nuk mund zhvillohet pa miqësi dhe pa i pas njerëzit, pa shtetet mike. Nuk kemi në shtet që mund të diktojmë ndryshimet globale e politike. Jemi një pikuj ndet. Po në të pikuj ndeti me mujtë me kontrollu, përmes miqve kishim qenë më mirë. Qemal Ahmeti, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim. Falenderit anë që më dha mundësinë. Zoti trujt, falenderit shumë. Shikues nderuar, ndëgjuam një bashkëbisedim dhe rrëfim autentik për krejt atë që ka përfshin territorialisht kjo deg e Prishtinës. Dihet se degt në veti ngërthenin edhe komisionit të ndryshme, të cilat kryesisht ishin për shkollim, arsim, kultur, financim, siç dëgjuat edhe për sigurim. Në komunën e Prishtinës, merreni me mend, në kuadër të komisioneve të LDK-s, kishte edhe komisione për luftë kundër huliganizmit. Kjo definitivisht e shton vlerën dhe më përgjësi kualitetin e një funksionimi të një shtetit të tërë, kur një popullat e përkrahte gjithandej. Lidha Demokratike e Kosovës ishte avangard në këto zhvillime
duke i realizuar 2 komponente. A ishte jeta dhe mbajtja e jetës me gjitha aktivitetet njerëzore, të shoqërisë, të rinisë e tjera, dhe propagandimi dhe sensibilizimi i prirë nga udhëheci politik i Kosovës, dietari Dr. Ibrahim Rugova, i kunërzuar në fund me shpirtin e konzervuar luftarak të djemve dhe vashave tona në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, të prirë, të inspiruar dhe të udhëhequr nga krye komandanti hynia shqiptarisë e dalur nga familja emblematike Jashari, Adem Jashari. Lavdi të gjithë të rënëve për Kosovën, nderim veteranëve të luftës dhe invalidëve të luftës së bashku me familjet tyre, falënderim i përjetshëm për krejt veprimtarët që nga viti 1990 deri në çlirimin e Kosovës, të mbi 5.000 njerëzve të angazhuar në komisionet për informim në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në kuadër të Këshillit për Mbrojtjen dhe Liritë e Njeriut dhe gjithandej në të gjitha sferat, mos harroni duke përfshirë edhe komisionet për siguri, të cilët në kapacitetet e tyre ata u angazhonin dhe u parashihte se definitivisht mund të vijë një moment kur të shpërthejë edhe lufta armatosur, siç ndodhi në një luftë e cila nuk vrau plesje plaka e fëmijë e gra, por luftoi me dignitet dhe sot të përkrahur nga 19 demokraci të botës që quhet NATO, u çliruam dhe fal krejt kësaj plejade të këtyne njerëzve civilo ushtarak, sot jemi duke e rikujtuar këtë ngjarje dhe këtë aktivitet në emisionin Fakte këtu në KTV Koha Vizion, çdo të shtunde në ora 21, reprizat të dieleve në ora 17 në platformën Arta, si dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Mirovcin, të cilin juftoj ta bëni subscribe. Mos harroni të pini ujë rrugove për shnetën e ju, të hani Vipa Chips, falënderim i përjetshëm për kompaninë Medika dhe pronarin e saj, Ardian Ukelli, si dhe falënderim për kompaninë Fibula dhe pronarin e saj, Shpëtim Çun Turku, i cili na përkrah dhe asnjëherë nuk na la pa me realizu ose me rrezikue transmetimin e këtij emisioni. Falënderim qiellor për KTV-n Koha Vizionin, falënderim për krejt ekipin realizues, prej regjisë deri në kamermanat që pa pritesë dhe me devotshmëri bëjnë punën e tyre për ta zbardhur një të kaluar për gjeneratat e reja. Mos harroni ta klikoni edhe një herë kanalin YouTube Fakte me Adnan Mirovcin si subscribe ose aboniren, siç thuhet. Mirupafshim. Fakte me Adnan Mirovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, lesna ndërtimi dhe Medika.